Derit. Shumë faleminderit. Me të vërtet e kam që këto këngët e vjetra, sigurisht e treja, po të vjetra të në gjenerata që jam rrit me këngët e tua, i dëgjoj me shumë nostalgji. Edhe sidomos kjo kënga Djalë ti më bën magji ka qenë bum atëherë. Shumë faleminderit për pritjen. Është mëngjes, edhe kur niset dita kështu mbar, me buzëqeshje dhe bukur, shkon pastaj shumë mirë. Sigurisht. Falenderojmë ty shumë sot për pjesëmarrjen në studion tonë Rovena, faleminderit, është kënaqësi si gjithmonë për neve. Është kënaqësi dhe për mua të jem në klan, se këtu afër kam banu një 3 muaj para një 3 mujve. Atë ka marrë malli? Në shtëpia jote. Më ka marrë malli, po më ka marrë malli faktikisht jo të përsëris të njëjtën gjë, sepse nuk është aq lehtë të jetosh 3 muaj e mbyllur, e izoluar, sidoqoftë kemi kaluar bukur, ka pas edhe gjëra shumë të bukura, por në përgjithësi është një sfidë që çdo njeri duhet ta provojë në jetë, por nuk e di që e përballojnë të gjithë. Më thënë, nuk është mbyllja për të gjithë. Mendoj që disa njerëz ndjerin më të keqen e tyre aty brenda, disa tjerë janë normal, ose bëhen edhe më të mirë ose më të qetë. Varet. Rovena, sa jemi të Big Brother, apo na tregon momentin e parë kur morë ftesën për qenë pjesë e një edicioni të tillë. Si reagove? Faktikisht e ka marrë këtë ftesë edhe vite më përpara, edhe në Shqipëri. Jam menduar mirë, se fakti që nuk kam pranuar që për herë të parë, për shembull, ka qenë gjithmonë është sfiduese, sidomos kur je një personazh i njohur, se dihet që nuk janë të gjithë njësoj të njohur në një program të tillë. Disa njerëz janë më pak të njohur, disa janë më shumë. Dhe kur je një person që ke çfarë të humbësh, dihet që të gjithë të tjerët do kërkojnë të merren me atë person që ka çfarë të humbë dhe menjëherë ka prajmin. Për shembull, një personazh i njohur dihet që nëse do ta sulmosh atë, do përfundosh në A ka qenë ky risku më i madh? Po, risku më i madh ky ka qenë, sepse unë e di që jam e qetë, jam një natyrë që e përballoj edhe sulmin, ose kuptohet, aty ka pasur sulme të drejtë për drejta dhe në jetën e përditshme ne nuk kemi gjëra të tilla dhe nuk ndodhin, edhe pse sulmet ndodhin gjithmonë, po ndodhin nga mbrapa krave. Asnjëherë nuk ndodhin gjëra të tilla ashtu live. Para syve. Por i kupton, edhe kur janë kamerat aty, disa gjëra i kupton që njerëzit i bëjnë të sforcuar edhe për të rënë në sy. Ashtu siç e përmendë edhe ti gjatë gjithë këtij Big Brother që ke qenë ke qenë shumë e qetë dhe çdo cili ke bërë ballë në mënyrën më të mirë me sportivitet. Jam munduar se ndonjëherë dhe mua Ja ke dal. Nuk të ka dalë shumë. Nuk më ka dalë shumë brimi. Por Rovena, apo na tregon kush ishte personi i parë që të shteu dhe që të thuash po? Me që ke marrë ftesa dhe me jetë nuk i ke pranuar, kush ishte kësaj radhe që të tha po? Faktikisht, këtu e mora ftesën nga drejtoria e klanit, faktikisht dhe duke më njohur, e kam pasur një mik, zotin Arbër Geci, duke më njohur si natyrë që jam një vajze qetë dhe mund ta përballoja, më tha Roven, ti duhet ta bësh një eksperiencë të tillë, sepse dhe njerëzit kanë nevojë të shikojnë një artiste që janë rrit, kanë vite që e njohin, dhe duan të shikojnë një artiste si ti, sepse ka të tjerë që ndoshta zhgënjejnë për shkak se janë shumë temperament ose tepër sensitiv të ndjeshëm dhe mund të kenë një sjellje, një përqasje jo ashtu siç edhe e presin njerëzit. Edhe kështu që menjëherë e mendova mirë dhe pastaj thash po, do shkoj. Do të tregoj. Po familjen a pyete kështu, a i tregove se me pyet ndoshta tash. E pyeta dhe i tregova. Si reaguan? Nuk është që ishin aq pozitiv, sepse sigurisht është një eksperiencë tepër e vështirë, edhe njerëz që kanë një karrierë është shumë e vështirë të thonë po kësaj gjëje, po unë isha kokfort. E bëre të ndër. Pastaj bëra timen. Vendosa. Por apo ati pas daljes nga Big Brother, ndonjë këshill, ndonjë kritik nga familjarët e tu për kohën që ke qëndruar aty? Faktikisht, këshilla dhe kritika në atë aspektin se si unë jam sjell nuk pata, sepse në përgjithësi pata një përqasje nga njerëzit shumë të mirë dhe kishin pëlqyer sjelljen time,
Vetëm disa, do me thënë këshilla, jo këshilla mund të them, po kanë dashur që unë ndonjëherë të isha dhe më egër, po tani aty është kufiri, se ti e egër në kuptimin që të kërkosh gjërat që të përkasin, po nuk mund të jesh dhe se pastaj aty e kalon atë kufirin, atë cakun që njerëzit të shohin që je agresive dhe nuk e pëlqejnë agresivitetin. Është normale edhe me nxjerr atë agresivitetin. Po unë e kam, në fakt e kam nxjerr, por kishte të tjerë që jo që ishin agresiv, po ishin super agresiv, pasivo-agresiv, them unë. Dhe ky agresiviteti im duke si shumë, duke sha e urtë. I but.